Hasegjia, ai cili ka xhelozi, shpesh herë bëhet shkak. Edhe kur atë xhelozia manifeston dhe mundohet me bë dëm, me synin e vet ta dëmton personin. Vallahi, jemi dëshmitar të disa rasteve që personi i cili ka pas xhelozi personit tjetër ka ndreqë ndërtesën, ka shyja ka pa ndërtesën, i ka ra komplet ndërtesa. Ju dukot kjo film, po kjo është realitet. Unë e di vendet dhe personit që i ka ndodhë kjo. Ndërtesa i ka ra komplet. A bje beton me ton, armatur me ton, bje vallahi. Se hasegjia kur të bën haset, i bën 100 zeza, i bën dëm personit. Dhe shumicën e rasteve që personin e godet syri, është shkaku i hasegjijut, ndonjë hasegjijut që e din apo nuk e din ti. Sepse hasegjia ka mundësi me qenë person i cili rrin, han dhe pin me ti, ama ti nuk e din, sepse është një ndikim i fshef që ti nuk e sheh. Nuk duhet me bo ajnë ndonjë veprim, ndonjë hap, ndonjë gjest, ndonjë punë që me të bo dam me xhelozinë e vet. Dhe kur jemi këto, duhet ta bëjmë ndarjen e fryrjes në nyje, xhelozisë dhe syrit, mësyshit. Mësysh personi ka mundësi me marrë edhe vladin e vet edhe mallin e vet, kur haron me thonë mashallah. Dallimi është kjo. Kurse mësyshi i atij që është xhelos, ndodh shkaku i xhelozisë së tij. Kjo është më shumë haset se sa mësysh. Por shkaku se ai do të e sheh një të mirë, e uren, pse e kiti atë mirë, i prishet qefi, e këtë rast edhe nuk thot, mashallah, çka ndodh e keqja mësyshit të personit. Por themi edhe e treta që është thot, lidhja e nyjeve ndodh nga njerëzit e lig nga serbas që janë kufar. Pra xhelozia ka mundësi me ndodh edhe nga muslimani edhe nga jo muslimani. Mësyshi ndodh edhe nga dashamirësi edhe nga dashakeqësi. Këta keni parasysh sepse shpesh herë të na mendojnë njerëzit se mësyshi ndodh vetëm nga njeri që ta ka inat. Ja, mësyshi ndodh edhe nga njeri që don për një me. Sikur se baba e merr mësysh e vladin e vet. Për çat kanë thonë njerëzit, sepse mësyshi ndodh edhe nga njeri që s'ka xhelozi, që s'ta ka inat, sepse i vetmi i cili s'ja ka inat, personi tjetër është babat e vladit vet. Vetëm babat e vladit nuk ka inat. Si pengon që e vladi vetë tjetë, ma i pasër, ma i dishëm, ma i menqëm, ma i avancu, vetëm babat e vladi. Bile përkundra zikzot, i bojë qefi, kur djali vetë është ma i menqëm saj, ma punëtor saj, ma i dishëm, ma kështu. Vetëm te baba ndo, ama qka edhe baba ka mundësi me marë mësysh e vladin e vetë, mallin e vetë. Kurse, xhelozia, si pasojë e mësyshi cila vjen si pasojë e xhelozisë është vetëm nga njëri i cili ta ka inat. Dhe ai cili është xhelos, kanë thonë dietarët, ka bo disa mëkate në vete. E para ka meritu gjunahin e madh, shkaku i xhelozisë që e ka dhe manifeston. Xhelozia e cila nuk manifestohet, kanë thonë është gjuna i vogël, por është nxirrje të jetës së personit. Para mendoni çfarë jete ka një person i cili për ditë çohet në sabah, ja shek kushiseve të shpinë 3-4 edhe thot tuf. Para mendoni çfarë jete të keq që ka ky person. Për ditë që zgjohet, kur gjë nuk ban, as nuk e shpionon, as nuk fol keq, ka mohabet keq me atë, ama i pengon. Para mendoni çfarë jetë Allahu ja ka marrë lumturinë në jetë. Për ditë kur del në prag të derës së tij, ai del rahatës. La ilaha illallah, o Zot na ruaj nga kjo. S'ka më keq se kjo. Me tanat mirat dikush hjek. Me tanat mirat i hjek. Ki ka gjitha të mirat, ama i pengon pse ki të ketë shpi një kache, dy kache. Ki ka ndoshta kërë 100.000 euro, ama i pengon pse ki ta ketë një kërë 5.000 euro. Pse ki me blej këtë kërë? I pengon. Para mendone, del gjdo dit, bismillah në prak derës, ban gjuna Allahu të azzëvëgjë. La ilaha illallah. Kjo është nga gjunat e zemrës. Kjo është nga gjunat e zemrës dhe është nga mëkatet, si që ka përmendim në kaimi që shkatron zemrën dhe e zhduk kënaqësinë e ibadetit.
Kjo e zhduk knatësinë e ibadetit. Që besimtari është e kundërta. Kur ta shet dikan që i ka dhonë Allahu Azza i bëhet qefi dhe gëzotot. Mashallah te barakallah. Allahu ta shtoftë dash bereqet. Kështu thot muslimani. Shishoni çfarë lehtësimi, mashallah, ibadet, dhikr. Te barakallah. Allah e bekoft. E shtoft këtë i dash mirësi dhe begati kësaj. Para mendoni, ban dhikr, ibadet, knatësira ati shpirtnore, por edhe duat për atë personi, por edhe çka? E shtin atë person që Allah i ka dhënë të mira, që edhe me pas vullnet me ta bëjë një të mirë nesër. Shkaku se i ke gëzu, ja ke dhënë një lumturi, një knatësi kur e ndëgjon se ban dua për mua dikush, pse Allahu më ka dhënë të mira. Dhe se xhia, gabimin tjetër që kanë thonë dietarët, është që ka kundërshtuar caktimin e Allahut. Sepse ky nuk pajtohet me caktimin e Allahut, ja dhe billah që ka mundësi me arrit deri në kufër. Sepse Allahu Azza wa Jalla është i kënaqur që ky person të jetë i pastër, ti të prishet qefi pse kjo është i pastër. La ilaha illallah. Allahu na ruaj nga hasexhit. Allahu na ruaj nga këta njerëz të lig që me një vepër të zemrës, me një mëkat të zemrës dinë me bë shumë të këqija dhe shumë sherr. Dhe për këtë shak Allahu Azza wa Jalla i përmend do të këqijat që janë këtu në suretul Falaq, këqijat që janë të mshefta. Këqijat që janë të mshefta, siç e përmend, wa min sharri ghasiqin idha waqab. Ajeti që është përpara, o Zot, rujëm. Lut Allahun që më të mbrojt nga sherri që bën thellësit natës. Shihoni, sherr besher. Rujëm nga sherri i nyjeve që s'duket, dhe rujëm nga sherri i xhelozisë që përsëri s'duket.